Biznesmeni italian Massimo Ferro, 54 vjeç, ka ndëruar jetë në Shqipëri më 22 dhjetor pas një operacioni për ngushtimin e stomakut. Ky ishte lajmi i raportuar 3 ditë më parë, por pas ndërhyrjes për një ngushtim stomaku, ky organ mungon në trupin e pajetë të biznesmenit italian. Disa organe me styre stomaku u hoqën gjatë autopsisë në Shqipëri dhe janë ende në laboratorin e mjekësisë ligjore në Tiranë. Në këto kushte, autopsia ndodhet pesull, ekzaminimi nuk zbuloi ndonjë shkak specifik të vdekjes së burrit. Trupi i pajetë i biznesmenit me organet mangut pritet të dorëzohet sot familjarëve për të kryer funeralin. Ndërhyrja për ngushtim stomaku u krye më 18 dhjetor, ku pacienti i diagnostikuar me diabet dhe me peshë 108 kg u këshillua vetëm të mos hante pas një program paraprak apo analiza. Trita Hospital e kreon ndërhyrjen 4.400 euro, çmim shumë më i ulët se afërsisht 15.000 euro të kërkuara në Itali. Me 20 dhjetor, ju shfaqen ethet dhe temperaturë e lartë deri në 39 gradë. Ferro u dërgua në QSUT dhe mëngjesin e 22 dhjetorit humbi jetën.